Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak ngjarjet e Prajmit të natës së sotme. Sonte ka qenë një natë me shumë dinamika. Ka qenë një natë e fokusuar në debate dhe realisht në pak surpriza. Tematika që më tërhoqi vëmendjen më shumë dhe përzjodha që ta komentoj tani është marrëdhënia e Mateos edhe Brikenës. Do me thënë, kur Mateo përkufizohet si një lojtar i cili e përdor ndjenjën me Brikenën për lojë, më vjen sinqerisht të qesh me lot. Tani, unë ato të cilët janë ndjekësit e mi të rregullt e din shumë bukur se çfarë analize kam bërë unë javë më parë, apo të them një muaj më herët, për marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës. Unë kam thënë që do të vjen një moment që Mateo do të lodhet edhe do të shkëputet nga kjo rutina, më hajde nga mbrapa, më lut, mu përgjëron në një farë mënyre, unë të pëlqej por nuk të ndjej. Do me thënë, unë e dëgjoj vetëm nga Brikena këtë gjën. Kam pëlqim, por nuk kam ndjenjë. Unë mendoj që ndjenja dhe pëlqimi janë motër e vëlla. Ato shkojnë të dyja njësoj. Pëlqimi është ndjenjë, do me thënë nuk mund të lindën pëlqimi nëse ti nuk e ndjenja për dikë. Mendoj që automatikisht kur krijohet pëlqimi, krijohet edhe ndjenja. Unë të pëlqej, nuk të ndjej, por ndaj kohën me ty. Unë të pëlqej, nuk të ndjej, por dua vëmendjen tënde. Unë të pëlqej, nuk të ndjej, por dua të më bësh kafen. Unë të pëlqej, nuk të ndjej, por dua të më gatuash ushqimin. Unë të pëlqej, nuk të ndjej, por dua të më bësh surpriza. Tani do me thënë, është një lloj marrëdhënie që mendoj është pak e tepruar nga ana e Brikenës, sepse sa kohë do t'i duhesh ka një vajze e cila nuk përdor një telefon, e cila nuk është jashtë në jetën e përditshme, e cila nuk qëndron nëpër Instagrame, e cila nuk ka një televizor për ta kaluar kohën, por e ka të gjithë kohën aty brenda për të njohur dhe për t'i dhënë mundësinë vetes për ta njohur atë mashkull. Dhe të thuash që Mateo është i fokusuar në lojë, Mateo mendoj që është banori më i zgjuar aty brenda, që ka ditur ta menaxhojë dhe lojën fort, por edhe të mos heq dorë nga Brikena. Tani, për mendimin tim, në qoftë se Mateo do të fokusohej krejtësisht tek Brikena, edhe pse realisht është krejt i fokusuar te Brikena. Ai që nga mëngjesi kujdeset për Brikenën, në drekë kujdeset për Brikenën. Brikena ri tërë ditën duke pirë cigare, edhe rio ose në krevat, ose në dhomën e ndenjës, ose në verandë, edhe Mateo i shkon nga mbrapa. Unë nuk e di më se çfarë duhet bën ky Mateo që Brikena t'i thot po. Mateo normalisht se do ta shikon edhe pak, po në qoftë se Brikena nuk hedh asnjë hap dhe e mban marrëdhënien në këtë formë, atëherë normalisht që Mateo do të shkëputet, se fundi a fundit Mateo aty pa marrë parasysh që ka hyrë për ndjenjen e tij, emocionin e tij, po kur nuk ka një dritë të gjelbërt, nuk mund i shkon Mateo t'i ri çadër mbi kokë, kur ajo thot un kam pëlqim por nuk kam ndjenjë, gjë të cilën e tha edhe sonte. Mendoj që ti thuash Mateos që ti ke ego të madhe në këtë marrëdhënie, i bie që realisht nuk e ndjek Big Brother fare. Mateo e ka ul dinjitetin e tij në zero duke ju përgjuruar kësaj femrës. Jam shumë i bindur që po të ishte një çun tjetër, do t'i ishte kthyer Brikenës, që do me thënë të gjitha të pëlqimin do t'a kishte kthyer në hasmëri. Më besoni këtë gjën. Sepse më ja Mateo po përgjërohet, ja Mateo është duke shkuar nga pas, ja Mateo po e provokon, ja Mateo po e lut. Unë tani ky Mateo i ka mbetur domethënë vetëm të merr një helikopter, edhe pse helikopterin e solli, po tash të merr një avion dhe t'i futet shtëpisë brenda, që Brikena ta beson. Mua më duket i lodhur Mateo nga kjo histori. Brikena krijon ca sjellje shumë të rënda, realisht të panevojshme. Mendoj që Brikena në këtë raport nuk është e sinqert me veten. Ajo e pëlqen, e don, por nuk dëshiron, domethënë, ta krijon emocionin me Mateon brenda shtëpisë,
Çfarë ndalon Brikenën nuk e kuptoj, ose është natyra e Brikenës që akoma nuk e ka bindur veten që Mateo mund të jetë çuni ideal, ose thjesht domethënë nuk ka ndjenja për Mateon dhe thjesht e shikon si një banor të fortë në lojë, edhe thotë në qoftë se unë largohem nga Mateo, unë do të dështoj. Unë nuk do të kem mundësi më për të qëndruar në këtë shtëpi, sepse arsyeja që Brikenën e ka mbajtur brenda në shtëpi nuk janë debatet e forta, nuk është loja e fortë. Dhe Mateo në përzgjedhjen e banores Selin, si banoren më të fortë, ai thjesht foli sinqeritetin. Se po të krahasojmë Selinën dhe Brikenën, Brikena është shumë larg lojës së Selinës. Selina është banore e cila sonte u përball me 5 meshkuj dhe asnjëri nuk ja dilte dot, domethënë që t'ja mbyllën gojen Selinës me fakte dhe me argumente, por Selina të 5 ti menaxhonte me njëherë dhe kjo tregon fortësi brenda në lojë. Tani, sa do të zgjatën kjo gjëja? Mendoj që nuk do të jetë shumë afatgjatë në qoftë se Brikena nuk e ndryshon mekanizmin. Brikena Mateon i injoron në të gjitha format. Domethënë e injoron në bisedë, e injoron në afërsi. Mateo ka mbetur si ai çuni lakmitar që domethënë ulet aty te krevati i Brikenës edhe është duke pritur aman o zot se mos më thot ndonjë gjë ta përqafoj çik. Domethënë Brikena nuk është se e ka liruar atë murin e madh, tani të flasim në sinqeritetin. Dhe nëse ka njëri që nuk i përkushton vëmendje dhe nuk e respekton Mateo në lojë, është Brikena, nuk është Mateo, sepse Mateo është duke i bërë të dy gjërat njësoj. Unë mendoj që Mateo është banori që lodhet më së shumti në atë shtëpi, sepse duhet të menaxhojë dhe lojën, duhet menaxhojë dhe banorët, duhet mbrojë dhe Brikenën, kur janë duke e goditur se Mateo mbron dhe Brikenën, ndërsa Brikena nuk e bën të njëjtën drejt Mateos. Domethënë Mateo kur ka debate, Brikena nuk është aty. Brikena ose është tek dhoma e grimit bëhet gati, vë grimin, ose është në shtëpi, domethënë nuk është si një aleancë që ka krijuar Gimbo dhe Selina. Në qoftë se Brikena edhe këto ditë, sepse e shikoj që Mateo është mërzitur dhe raportet e tyre pak janë thyer, dhe është më se normale që të lodhet më, sepse po i merr shumë energji, po i merr shumë kohë. Domethënë sonte ja tha Troç që pëlqim kam, por ndjenja s'kam, që i bie që me këtë muhabet edhe pëlqim nuk ka, se më falni, nuk mund të thuash për një djalë që unë të pëlqej por s'të ndjej, e thash në fillim, domethënë ti je në kontradikt me veten, por thjesht mendoj që Mateo tashmë do ndryshon mekanizmin, ai nuk u bëi fort jashtë nga marrëdhënia me Brikenën. Mateo ka treguar shumë vlera, ka treguar shumë qytetarizëm dhe publiku nëse e ka dashur Brikenën, e ka dashur në krah të Mateo sepse pan ca vlerat e Mateo që në fakt nuk i gjen dot tek një njeri tjetër brenda asaj shtëpie. Dhe mendoj që Brikena nuk di ta vlerësoj lojën, nuk di ta vlerësoj Mateon si djalë dhe kërkesat e saj të shumta, domethënë për çunin ideal që Brikena kërkon, siç duket do ta çojnë drejt dëshpërimit apo dështimit. Kjo është analiza ime.